si me thonë, pak e hidhur ajo pjesa e largimit të disa kolegëve tanë, që kemi pas bashk, Haxhi Avdyli, Jeta Statovci, Albena Reshitaj, edhe ata e kam pas një periudhë të ftohjes së raporteve me presidentin Osmani, gjithsesi ajo i ka pas me këta, po besoj për një periudhë një 2 vjeçare, por prapë kanë konsideru kthimin ose bashkangjitjen në listë me të në lidhjen demokratike. Ka qenë pak sa e panatyrshme për arsye të betejave që i kemi pasur në kuvend, ne me lidhjen demokratike. Por e kom konsideru që është më se domosdoshme që vendi me vazhdu. Vendi me vazhdu me qeverisje 4 vjetë, për arsye se ka qenë mandati mirë, ka qenë mandati plot, ka qenë fitore e pastër, edhe nuk ka pas të baj me se Mimoza Kusari Lila është ministre, edhe tash për këtë ose dikush tjetër, por nëse ka nevojë, i kom thonë publikisht që unë jam e gatshme të heqi dorë, se kryeministri ka fillu me diskutu dikaster, edhe nëse ka pas dikush interesim për me hyrë marrëveshje politike, ka ditë që në asnjë moment, as në një kështu pendes minimale nuk kam, për me thonë që po lëshojmë rrugë, dhe të krijon institucionet dhe të vazhdojmë vendi, por nuk ishte kjo pasti. Prandaj edhe për tash, unë mundura me bo punën më të mirën e mundshme. Sa vetë keni me pasë në listë alternativë? Ne i kemi 3. Kandidat? Jam unë, është Skender Thaçi, njëjtë që ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet e dhjetorit, dhe kësaj radhe risi është Nita Gashi, është deputete, kandidate për deputete për herë të parë, një vajzë e re profesioniste, dhe jam shumë optimiste edhe për zotëri Thaçin me përvojë, si ndërmarrës, si person filantrop, si njeri atletar, edhe për zonjën Gashi, Nita Gashi, që të dytë bashkë me mua e prezantojnë edhe vlerat, edhe orientimin, edhe pse nuk kemi shumë, por synojmë me çdo kusht të mbesim lojal parimeve, orientimit tonë për zhvillim e natyrisht edhe profesionalizmit dhe përvojës e energjisë që sjellë. Si mazhdoron, si koalicion, alternativave të ndosje guxo, jeni të fortë që shikoni në fillim, apo tash me largimin e Vjosës do të jetë një rezultat tjetër? Për te pritshmërive 53, 54, 60. Po ne nuk kemi, edhe në zgjedhjet e dhjetorit nuk ka qenë Vjosa Osmani pjesë e listës. Por nuk ka qenë pjesë e listës, po ka qenë kriju me narrativa që janë bashkë binomi që kanë dërtu para 5 vjetë. Po, nuk ka qenë pjesë e fushatës, ajo ka qenë presidente, ne kemi qenë në fushat, për ata që kanë qenë në fushat, edhe lista guxo ka pas një rezultat mirë. Shiqo, është pak e, ka qenë, si me thonë, pak e hidhur ajo pjesa e largimit të disa kolegëve tanë, që kemi pas bashk, Haxhi Avdyli, Jeta Statovci, Albena Reshitaj, me thonë të drejten bashkëpunimi me të tretë për mu me Jetën edhe me Haxhiun pak ma gjatë se sa me Albenën, edhe prej mandatit parë, se Albena ka qenë me Aliancën, do me thonë 2021-2025, nuk ka qenë me lëvizjen vetëvendosja, e pastaj erdhi guxo për zgjedhjet e vitit 2025. Mas votës që dha për po, vitin 2025, por që me këta dhe më thone kemi pas edhe komunikimin e hapur, edhe bashkëpunimin korrekt, edhe unë me Jetën kom qenë edhe në Komision për Ekonomi, ka qenë bindje e tyre, edhe ata e kam pas një periudhë të ftohjes së raporteve me presidentin Osmani, gjithsesi ajo i ka pas me këta, po besoj për një periudhë një 2 vjeçare, por prapë kanë konsideru kthimin ose bashkangjitjen në listë me të në lidhjen demokratike. Ka qenë pak sa e panatyrshme për arsye të betejave që i kemi pasur në kuvend, ne me lidhjen demokratike. Me lidhjen demokratike. Domethënë kjo ka qenë ajo pjesa që unë sot e kësaj dite. Po nuk e di, ka pas shumë ftofje. E dinti kemi pas disa beteja politike, po flasë. Politik? Po, në politik po thuhet, por ti e fillove këtë emision me më pyet për njerëzoren. Do me thonë, kur hynë, ti ke pas deputet të lidhjes demokratike që fizikisht e kanë kërcënu zonjën Osmani si kryetarit kuvendit, nëse të kujtohet. Ka qenë një deputet i cili është afru fizikisht e ka kërcënu. Do me thonë, nuk kanë qenë beteja atleta. Në doket që nuk është në listë maj deputet, dhe nuk ka i në listë. Po, ajo është pjesë e lidhjes demokratike, dhe më pjesë asaj familje. Po, individ, tash, nga me marë individ edhe me të ndosë dhe ku do një individ pa përgjec shumë me thonë të ajo. Po, mi zdo ato? Jo, që po më thu shtja e natyrshme. Do më thonë, kjo është një përvoj që është ndërtu, ne kjo bashkëpunim, nuk ka ardhë djes në 2021. Ne kemi qenë një projekt politik bashkë me lëvizjen vetëvendosje, edhe kur kemi qenë unë dhe Iliri pjesë e lidhjes demokratike si opozit, nëse e mban mend, dhe pastaj kur e kemi vazhdu pjesën e opozitarizmit në veçanti në projektin kur ka qenë qeveria